Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar përpas procesit zgjedhor të 11 maj, duke cilësuar atë një farsë elektorale dhe jo një proces legjitim. Ai theksoi se zgjedhjet e zhvilluan në kundërshtim të hapur me dokumentin e Kopenhagenit, Kushtetutën e Shqipërisë dhe Kodin Zgjedhor, duke pretenduar se u shkelën parimet themelore të lirisë të votës dhe ndarjes së shtetit nga partitë politike. Vasti votuesit u përballen me presione, kërcënime dhe manipulime të gjithanshme. Berisha akuzoi qeverinë dhe administratën shtetërore për përdorim të strukturave dhe burimeve publike në favor të Partisë Socialiste, duke krahasuar situatën me zgjedhjet e manipuluara në Zimbabwe dekada më parë. Ai deklaroi se spaku mediat kryesore dhe institucionet drejtësisë u kthyen në vëjgla të partisë, duke mbyllur syt para veprimtarisë kriminale dhe terrorit politik ndaj opozitës. Kërkohet që në një proces zgjedhor të zhvillohet në përputhje me përcaktimet e këtyre ligjeve, këtyre parimeve. Në të kundërt, ai nuk është një proces zgjedhor, por një farsë zgjedhore. Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin e mediave të heqin nga fjalori i tyre zgjedhje dhe të zëvendësojnë me fjalën farsë zgjedhore. Kjo sepse në këto zgjedhje u shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Shqipëria ka mishruar këte dokument dhe parimet e këtij dokumenti në Kushtetutën e vendit dhe në Kodin Zgjedhor. Ajo që ka ndodhur me 11 maj dhe të gjithë periudhën pararendëse për zgjedhjet e 11 majit është një përmbysje e plot e parimeve më themelore të zgjedhjeve të lira. Në përfundim, Berisha parlemëroi se rezultati i këtij procesi nuk do të njihej dhe opozita do të intensifikojë përpjekjet përmes dialogut me ndërkombëtarët. Ai nënvizoi se 4 rezoluta ndërkombëtare kishin dënuar farsën zgjedhore, para se ajo të ndodhte dhe opozita do të vijojë angazhimin për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në të ardhmen. Palët zotohen, thot dokumenti i Kopenhagenit, se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik shprehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Të pyes çdo qytetar si u zgjodh Blendi Goxha, si u zgjodh Sara Mile, si u zgjodhen listë e banditëve e kandidatëve që u mbështeten nga banditët në parlament. Pra, kemi të bëjmë me sharrimin e këtij parimi themelor që zgjedhjet i dëshmon farsë, që Shqipëria pati farsë elektorale të cilën njerëzit e lirë kur nuk mund ta pranojnë.